Po vazhdoni me qëndru me #Gjesin, tash u shkua për një lidhje direkte ku do të flasim për një sukses dhe përfaqësim të Kosovës në skenën ndërkombëtare. Kori Siparantum ka udhëtuar drejt Kuala Lumpurit në Malezi, ku do të marrë pjesë në festivalin International Core Festival 2026, një festival ku marrin pjesë kore të ndryshme nga vendet e botës, ndërsa kori do të garojë në 2 kategori. E për më shumë detaje për eksperiencën në udhëtimin e kretë këtu, në një lidhje direkte e kemi me Emli Kelmendin. Po i them mirëmëngjesi nëse vish po më dëgjon. Mirëmëngjesi juve, atje mirë dita neve këtu. Mirë dita për juve. Emli, çush jeni? Super, tepër mirë. Sa e përfunduam garën e parë në kategorinë e koreve të ansambleve vokale B4. Kemi rezonu jashtëzakonisht bukur, një super energji. Dhe ja ekipi atje mbrapa veç janë duke punu për postimin e fotove, që besoj brenda pak minutave do t'i kemi. Edhe jam shumë i lumtur, diçka ka shkuar shumë mirë. Dhe sonte po përgatitemi për aktivitetin tjetër, që është koncert, ku do të marrin pjesë 5 shtete, Finlanda, Rusia, Malezia, Indonezia dhe ne. Edhe ne kosisht do të paraqitemi po ashtu me 2 vepra të tjera të rëndësishme shumë. Njëra prej tyre është vepra e kompozitorit Mat Kaçinarit Morri Drandofili Aguvi. Kështu që e bukur e këtij rrugtimi është që përpos garave parisim me shpalosë dhe copëzat e identitetit tonë kulturor. Sa bukur, gjithmonë e prezantoni Kosovën në mënyrën më të bukur të mundshme, kështu që shumë po vjen mirë edhe kur po ju shoh të buzëqesh, të kesh edhe për eksperiencën e mirë që e keni pas dhe që keni kaluar mirë. Faleminderit shumë. Vërtet po ndina shumë mirë, të njëjtin vibe edhe unë dhe gjithë koristët sot e kemi, se sinqerisht ka shku një super interpretim, super performancë. Natyrisht nuk është e lehtë të përballja me koret e tjera, me shtetet e tjera, kanë kulturë tjetër, kanë traditë, nuk përballen edhe me sfidat të cilat ne i përballojmë edhe i kemi realisht si shoqëni. Mirë, po megjithatë kjo tregon potencialin e madh që ne i kemi si shoqëni brenda vetit tonë. Edhe definitivisht duhet me shfrytëzu, sepse kjo është mënyra më e mirë për me përfaqësu kulturën tonë dhe për me zhvillu edhe për me kriju diversitet kulturor në mes të kulturave të ndryshme. Prandaj konsideroj jo vetëm për mua si dirigjent dhe korin Siparantum që jemi këtu në Malezi, mirë, po për secilin artist kudo që është, mendoj që një bare madhe përgjithësisë, sidomos kur është prezent në festivale, kudo çfarë lloj festivali, sepse bi vete bartë dhe përgjithësinë e prezantimit të vendit. Memli, kjo tregon ndoshta më së miri dhe sa e rëndësishme është që Kosova prezantohet përmes muzikës edhe artit. Definitivisht. Çka prisni, çka synoni nga përfundimi i kësaj gare edhe këtij festivali? E dim që keni pru shumë suksese me korin Siparantum në Kosovë, keni përfaqësuar Kosovën në mënyrë më të mundshme, keni pru çmime të ndryshme. Kësaj here çfarë synimi keni? Natyrisht çdo herë është vendimi i jurisë. Juria nga një person mbas programit, mbas interpretimit, mbi gjithë është edhe shije aty nëse çka ta vlerësojnë. Më herët kurisave ju thash që nëse të m'jepet mundësia edhe një herë asnjë notë nuk do të ndryshoja. Asnjë vizion edhe asnjë copës një materialit nuk do të eliminoja, kështu do të rrugtojmë që jemi mësuar me njoft korin Siparantum. Unë besoj fuqimisht janë mbi 200 kore pjesëmarrëse. Nëse zgaboj janë 290 kore pjesëmarrëse. Prandaj na pret është realisht një konkurrencë shumë e madhe. Vetë prania jonë këtu po mendoj që është shumë e rëndësishme. Jo vetëm për korin Siparantum, mirë, po përgjithsisht për vendin tonë. Mirë, po sot gara ka shku shumë mirë, nesër kemi garën e dytë, kategoria koreve mikse, ku marrin pjesë kore shumë të mira. Është herët për me nxirr një fjalë se si do të vjetë ose çka di, mirë, po me datën 23 është ndarja e çmimeve, unë besoj fuqishëm që Siparantum është në një nivel shumë të lartë artistik. Sa që këtu marrin pjesë kore që janë të selektuara, edhe kore të cilat sinqerisht kanë traditë edhe kanë çmime të shumta. Tash mos të jam nëjt shumë të fëmijë për këtyre, mirë, po për neve prezenca jonë këtu është shumë domethënëse. Natyrisht me datën 23 paraprakisht do të kuptojmë kore të cilat selektohen për çmimin e madh Grand Prix. Ta shohim nëse ne do të arrijmë të selektohemi edhe të shohim se çfarë çmimi ose do të kthehemi me ndonjë çmim Kosovë.
Okej, gjithashtu e përmendëm që në 2 kategori keni me garu, vocal ensemble edhe mixed core. Cili prej këtyre 2 kategorive po mendoni që e ka ndoshta sfidën më të madhe në vete? Po ne kemi një program që identifikon edhe i ka kriju identitet punës tonë dhe korit si paranton. Në të 2 kategoritë, sinqerisht ta them që me shumë përgjithësi edhe të dyjat i konsiderojnë personalisht të barabarta në kontekstin artistik. Natyrisht kategoria koreve mikse ndoshta është konkurrenca është pak më e madhe, mirë po ta shohim nuk e di, është të 2 kategoritë mendoj që janë prioritet, nuk mund me i do asnjërin prej tyre sepse programi jon e determinon edhe aspektin skenik dhe vokal dhe gjithçka tjetër. Po mendoj që për neve është shumë e rëndësishme kjo të cilën jemi ty e dhonë. Sot thash që ka shku një super performance, na pret edhe pjesa tjetër e punës që është nesër, ta shohim. Tash është vendimi i jurisë dhe ne si artistë dhe asnjëri prej nesh nuk mundet me kontestu mendimin e tyre, mirë po megjithatë po mendoj që paraqitja jon këto është shumë e rëndësishme sepse po prekim shtetin e 20, kemi deri me tash 21 çmime ndërkombëtare dhe kori si parantum sot është në top 20 ansamblet më të mira në botë. Kjo tregon edhe për punën tonë 10 vjeçare. Sinqerisht me këtë distakuar ne po ndërtojmë një imazh edhe po tregojmë një energji të jashtëzakonshme. Po e them me bindje të plot, jo 100% i bindëm këtë që po them që mesin e këtyre 200 kurreve të cilat janë pjesëmarrës dhe si parantum vërtet ka identitet. Edhe është ndryshe do thoya prej aspektit performancës tjetër. Nuk thash që është kori më i miri, mirë po sepse nuk është vendim jam, mirë po është ndryshe, thjesht po identitet. Po mi mbledhe me thonë kori më i miri, pse mos më thonë? Ato mos u bë shumë modest. Shumë faleminderit për përfaqësimin e Kosovës që po e bëni gjithnjë dinjitetshëm në vendet ndryshme të Kosovës në për festivalet ndërkombëtare. Neve nuk na mbetet kurrë gjë tjetër veç me uru shumë suksese. Edhe faleminderit shumë për kohën, intervistën, e dim që keni edhe plane të tjera me u marrë dhe me provat e më përgatit për gjatë ditës, që ka ju pratë edhe në mbrëmje, kështu që ndoshta mundeni ka pak, po mundeni me shiju ka pak edhe me dalë dhe me pa vendin, apo veç po duheni punë? Koristat më pak, e unë shumë më pak, për shkak takimeve të shumta, edhe për shkak të agentës vërtet ngarkuar. Mirë po, këtu jemi për garë edhe fokus në avyn edhe për kushtimit të gara. Po edhe le ta shijojnë. E po që ajo me rëndësi, edhe me shiju gjithçysh. Shumë faleminderit Memli. Ju falenderoj shumë edhe ne jemi në gjithë anëtarëve të korit që shumica prej tyre janë mbrapa këtu. Edhe ju përshëndesim edhe ju falenderoj shumë për mbështetjen e fuqishme që po na jepni edhe njëkohësisht edhe energjinë. Faleminderit shumë. Ditë mbar, kaloni bukur, tëng.